Falenderimet tona janë për Allahun që plot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për vullin e profetëve Muhamedit, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në Amshim. Nderuar vëllezër, jemi në pjesën më të bukur të Ramazanit. Jemi në atë që e kemi quajtur si pjesa e artë e këtij muaji. Siç e dini, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porositur që në secilën natë prej këtyre netëve ne ta kërkojmë natën e Kadrit. Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan, kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të këtij muaji. Ajo që në fakt do doja sonte, edhe duke parë shkas ligjëratën e Hoxhës së nderuar, flas dhe të paraqises para jush, ka të bëjë me një problem që ne e nënvlerësojmë e që në fakt është shkak që ne të privohemi nga begatia dhe mirësia e natës Kadrit. Siç është transmetuar, nata e Kadrit është njohur saktësisht se kur ka ndodhur. Allahu te bareke ve teala ja ka dëftuar Muhamedit alayhi salatu wassalam në ëndër dhe në mëngjes kur është quar për t'ju treguar njerëzve se kjo natë ka ndodhur, dikush prej besimtarëve është fjalos njëri me tjetrin. Edhe pikrisht për shkak të kësaj fjalosje, Allahu te bareke ve teala e ka ngritur njohurinë e saktë të kësaj nate, pra askush nuk e di saktësisht se kur ndodh kjo. Ajo që po duhet të nderuar vëllezër, është se dashuria ndërmjet nesh, lidhja ndërmjet nesh, veçmas që është lidhje mbi bazën e besimit, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër sipas fesë, ka rëndësi të madhe edhe në pranimin e veprave tona. Dhe këtë Allahu te bareke ve teala e ka kurzuar me secilën periudhë të pranimit të veprave. Ju e dini se veprat tona ngriten tek Zoti në mënyrë javore. Çdo të hënë të enjte ngriten veprat tona tek Allahu te bareke ve teala. Mirë, Allahu ka një kusht për pranimin e veprave. Në qoftë se dy veta janë të prishur me njëri tjetrin, Allahu te bareke ve teala nuk I pranon ato vepra. Prandaj I thot melekëve, anziru hadhaini hatta yastaliha. Jepjuni afat këtyre dy vetave që veprat e tyre të pranohen nëse pajtohen njëri me tjetrin. Po kështu kemi ngritje vjetore të veprave. Në muajin Shaban, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se këtë muaj bëhet ngritja vjetore e veprave. Dhe Allahu te bareke ve teala, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, I shikon krijesën. Fa yaghfiru li jami'i khalqi. I fal të gjithë me breshtim të dy veprave. Illa li mushrikin au mushahid. Atë që nuk ka besuar dhe atë që ka urrejtje, ka smir, ka xhelozi ndaj vllajt të vet. Prandaj nderuar vëllezër, në këto ditë dhe ne të bekuara, nëse ne edhe synojmë gjithsesi pranimin tek Allahu te bareke ve teala, nëse duam që veprat tona të pranohen, nëse duam që ne të jemi të falur, duhet ta falim njëri tjetrin. Në këto ne duhet pajtohemi me njëri tjetrin, nëse duam që ne të jemi të pranuar tek Allahu te bareke ve teala, që mëkatet tona të jenë të falura. Allahu në lutje që Allahu na fal dhe Allahu na pranoj. Kaq për sot, Zoti shpërblet, vazhdojmë me namazin e Tarawihit.